Dhe kam përshtypjen që pikërisht këtë dëshiron që ta shfrytëzoj edhe presidentja edhe lëvizja vetëvendosje, por të e pas parasysh që presidentja fort i animoj lëvizjes vetëvendosje në këtë rast, atëherë mendoj që kjo është duke u bërë me një qëllim të saktuar, por shkak se në sytë e min nuk ka kuptim që t'jedhë në zgjedhjet parlamentare me njëherë pas Krishtlindjeve e pak para vitit ri. Ashtu ma mirë mi pas lanë... Pastaj edhe numërimi vota, festat, ashtu ma mirë mi pas lanë me 31-in apo me të parin, edhe ato është ditë pushimi. Nuk është vetëm të numërimi, problemi është që ne nuk kemi edhe monitorim. Për shkak se gjithë... Monitorimi gjatë numërimit nga organizatat ndërkombëtare nuk janë për shkak të festave. Kështu që e ka një qëllim për ta presim edhe ta shohim. Në sytë e me, nga ky moment kur po flasim, situatën pas 28-it, t'ju them të drejtën, unë e shoh kështu, dhe lirisht mund të them që mirë do t'i kalojmë këto zgjedhje, po qytetari i Republikës së Kosovës le të përgatitet edhe për një palë zgjedhje pas këtyre.